Me qëto. Nuk kisha pas qef me dikën që, se tash pikrisht pse e thash kom qef me pas bashkëpunim me dikën që jena të ndryshëm, se që ajo mu pëlqen, për shembull, me bu një duet me dikën që ti se pret, ose një zhondër tjetër që lidhët. Shonë me gjyrën se prita heq, do më na vite. Se prita heq. Po dhe? Se ki dikën që... Nështë ta dikush që e kena stilin shumë të ngjajshëm, menoj e vetëmi arsye është që s'kishim dalë interesant. Se armiq në skenën muzikore nuk kam. Në përgjithësi armiq në jetë nuk kam edhe... Po dhe nuk po t'jena jamër. S'di mu re. Nuk di mu re. Ti e kon karate më re kër e kon e Jo, motra u konë, kinezi e ka pas, po ajo i ka rikit për neve. Qata une s'kom pas. Bravo motra. Të e thirë, që kam një motra se ja ku marru? Donika. Donika është e forta e familjes. Interesant, fakt se këto zgjedhjet e artistave, sidomos kote fundit, janë po thuj se ngjyrat njëjta, po më pëlqen që kjo mënyra e menduarit për me kriju diçka që nuk janë në përputhje se po dalin shumë atë bukra.